Goli vendimtar nga pika e penaltisë kundër Veronës për qafimi i ngrohtë i shokëve të ekipit, i quajtje e bukur ndaj Arsenal's që i bëri njerëzit të bërtisnin për gol të një performance përgjithshme denjë për më të mirin në fushë. Të shtullën Christian Aslani u rikthye për të treguar cilësitë që 3 vjet më parë i shtyn drejtuesit e zikaltërve të investonin 14 milion euro për ta sjellë ata në Milano. Megjithatë, e ardhmja e tij te Interi është larg të qenit të sigurt. Nuk mungojnë shprehjet e vlerësimit për mesorshorin shqiptar si jashtë vendit ashtu edhe në Itali, në veçanti në Premier League, por në mufi i Thiago Pintos ka dërguar sinjale konkrete, ndërsa në kampionatin italian Fiorentina po e mban atë në mendje, sepse është një obsesion i vjetër i Daniele Prades. Nëse klubi viola të shton të blejë 1 ose 2 nga mesfushorët e tyre që janë aktualisht në huazim, Yasin Adli, Danilo Cataldi dhe Michael Foloruncho, atëherë Aslani mund të bëhet një objektiv serioz verën e ardhshme. Pa përmendur që në të ardhmen e afërt edhe plerës të tjerë potencial mund të trokasin në derën e Interit. Pozicioni i Aslanit brenda Interit është i njëjtë me atë të David de Frantezit. Klubi nuk ka dëshirë për ta lënë të shkojë, por përballë një oferte që do konsiderohet të përshtatshme, du të bëhen vlerësime të caktuara, pavarësisht mbërritjes së sigurt të Petar Sučić. Me fjalë të thjeshta, të dy nuk konsiderohen si personazhe qendror të projektit dhe largimi i tyre nëse paguhet mirë nuk do të shihej si një dramë për Interin.